Pronat e ndikueshme të kooperativës bujqësore të Lipjanit në Llugazhi janë privatizuar në vitin 2010. 3 privatizues të sipërfaqes për 120 hektarësh nga ajo kohë deri tash kanë ndërmarrë investime për ngritje të sipërfaqeve të reja me pemishte, shembull që duhet të mësojnë edhe ndjekin privatizuesi tjerë. Kompania prodhuese dhe furnizuese me inpute bujqësore Agro Union që ka seli në Slatin të epër me afër aeroportit Adem Jashari nga vitin e vit po i shton investimet në shumë pika, më së shumti në pemishte, mollash dhe dardhash. Deri tash është bërë krahasitja në më se 50% të sipërfaqeve. Ditën e vizitës që e bëm, mbajti mot me era të forta, të cilat deri diku i vështirësuan punët në pemishte, përfshirë edhe xhirimet tona. 10 ditë që i parë i marsit natyrisht jemi afër pranverë, sa përkon me intensifikim të punëve përgatitore në ndërmarrje këtu në organizat, në kompani për punët pranverore, natyrisht me krahasitjen edhe trajtimet mbrojtëse në pemishte. Po, gjithsesi, ndërmarrja jonë në kuadër të afarizmit tonë ka dhe njësinë punuese prodhimtarinë bujqësore, e cila kryesisht është e koncentruar në prodhimtarinë pemtare. Kemi në disponim 11 hektar pemë, tash jemi në fazën e krahasitjes, edhe paralel me krahasitje janë edhe shumë punë tjera të cilët vlen për mi potencue edhe për neve si detyra që na nevojitën për pemishtën tonë, por kjo vlen edhe për fermerët tanë të cilët e kanë të njëjtën veprimtari, lidhur me disa operacione të cilët janë shumë të rëndësishme në mënyrë që të kemi sukses në prodhimtarinë pemtare. Kemi pasur një dimër me temperatura ekstremisht të ulta. Cilat janë reflektimet e këtyre temperaturave? Kanë qenë temperatura të ulta, por nuk kanë qenë në atë shkallë sa që të dëmtojnë sythat frutor. Deri më tani nuk kemi dame, janë në gjendje të mirë, edhe shpresoj që e kemi kaluar rrezikun e dëmtimit të sythave frutor për shkak të temperaturave shumë të ulta. Mirë po, nuk duhet të lirohemi sepse në paraqisin edhe në të ardhmen paraqisin edhe probleme tjera, sidomos nëse paraqiten ngricat në fazën e lulëzimit apo të formimit fruteve, sikur që kishim vitin e kaluar, kur me 26 prill në paraqiten temperaturat e ulta deri në -6, me çka u dëmtuan në tërësi pemët në këtë lokacion. Ju keni staf të angazhuar të ekspertëve të cilët janë ditë e natë në teren. A janë të gatshëm ata që të kontribuojnë me kooperuesit në fushat e ndryshme? Në kuadër të ndërmarrjes tonë, ne si veprimtari kryesore kemi furnizimin me repërmaterial bujqësor. Një ndër veprimtaritë kryesore kemi edhe furnizimin me pesticide, çka kërkon një përgatitje profesionale të stafit, me çka edhe e kemi arrit. Edhe kemi një program jashtëzakonisht të mirë, të begatshëm për të gjitha kulturat bujqësore, duke filluar prej atyre pemtare, lavërtare, për hardhit rrushit, për pemë manore, kulturat tjera bujqësore në tërësi e kemi të kompletuar programin sa i përket mbrojtjes kulturave, si nga dëmtuesit, smundjet, edhe nga mundësia e furnizimit me ushqime foliare, ushqime kristalore. Me një fjalë, e kemi komplet programin i cili ju nevojitet fermerëve edhe kolegëve tonë banatori bujqësore, të cilët mirën me furnizimin e fermerëve me këtë repërmaterial, me këto lloje të repërmaterialit. E tash do ta bëjmë veç e veç demonstrimin se cilit preparat që duhet të përdoret qoftë pemishte, qoftë në vreshta. Nëse metohen suksesin e pemishta, atëherë duhet të përfillen zbatimet në kohë të shumë masave agroteknike. Këtu krahasitja pemëve është në vrull, kurse së shpejti do të filloj edhe spërkatja dimrore. Sa i përket detyrave në pemtari, në radhë parë detyra kryesore është plehrimi me plera komplekse. Ne në pemishtën tonë kemi bërë vetëm para 10 dite me plera komplekse 7-20-14.
është shumë me rëndësi një operacion i tillë si masë e parë për pemishte në këtë vit, në këtë vegjetacion. Pastaj pas vlerimit vjen stërpikja dimrore. Është një operacion shumë i rëndësishëm, një ndër operacionet më të rëndësishme në grupin e mbrojtjes së pemishtes edhe hardhisë, për shkak se me stërpikje dimrore ndikon drejt për drejti në luftimin e smundjeve, dëmtuesve, edhe një farë mënyre vjen deri te masat preventive edhe zvoglimi i intensitetit të dëmtuesve edhe smundjeve në pemishte. Me stërpikje dimrore nënkuptojnë hapin e parë të mbrojtjes së pemishtes edhe të hardhisë. Prandaj duhet çdo farmer këtë të aplikoj, për shkak se me aplikimin e kësaj mase mbrojtëse zvoglohet intensiteti i dëmtuesve edhe i smundjeve. Do ta kemi parasysh se në pemishte kemi prezent gjithsesi gjitha llojet e dëmtuesve, shumicën e dëmtuesve, edhe të smundjeve, edhe ato kryesisht e kanë kaluar vend dimrimin nëpër degza, nëpër sytha, nëpër vend degëzime, në livor. Prandaj tash veç me ngritjen e temperaturës të gjitha llojet e dëmtuesve fillojnë me lëshu vend dimrimin për shkak të temperaturave. E njëjta situatë është edhe me smundjet, sidomos me organet reprodukuese të kromës, të hirit, të ervinis, smundjeve që sjellin kalbëzimin, me në fjalë të gjitha smundjet të cilat i kanë organet reproduktive që kanë mbetë në pjesën e trungut, gjithsesi të kurorës së pemëve, do gjithsesi të kem parasysh se me këtë stërpikje e zvoglojmë intensitetin, por jo me zhduk në tërësi. Prandaj ne nuk mund të themi se nëse kemi bërë një stërpikje dimrore, kemi zgjedhur problemin. Ne nuk e kemi zgjedhur në tërësi problemin, por vetëm se kemi filluar masa preventive, parandaluese, edhe kemi zvoglu intensitetin e dëmtuesve dhe smundjeve që në paraqiten mas vegjetacionit, domethënë prej fillimit të hapjes së sythave, paraqitjes luleve e fazave tjera të zhvillimit. Me stërpikje dimrore, thamë edhe njëherë që është një operacion jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe duhet për me pas sukses në të ardhmen, duhet gjithsesi të aplikohet kjo te fermerët. Ne në kuadrin e programit të mbrojtjes i kemi zgjidhje shumë të mirë. Në këtë vit kalendarik kemi dalë me një propozim që e kemi nën nga programi i jon i mbrojtjes, që kemi përgatitur në kuadër të stafit tim profesional, stërpikja më e mirë dhe më e lirë. Çka do thotë kjo? Ne jemi mundu, duke pas parasysh se fermerët financiarisht qëndrojnë shumë dobët, edhe gjithmonë mundohen të shkojnë në variantat më të lira, atëherë kemi bërë një zgjedhje adekuate, e cila është shumë racionale për fermerët, është pak i kushtueshme, por efekti është shumë më i mirë se sa preparatet tjera të cilët janë në treg. Ne në këtë vit, përpos që kemi edhe programit edhe preparatet të cilat janë të njoftuna deri më tani, kemi programin e një biostimulatori, i cili quhet me emrin Bioprotect. Në përbërjen e vet ka 95% vaj mineral, ka 40% materie organike, edhe ka mikroelemente, bakër, mangan, hekur, zink. Ky preparat është jashtëzakonisht i mirë, ka një spektër gjatë veprimit, ka 3 efekte, gjithsesi 4 efekte, për shkak se në radhë të parë është si ushqyes i mirë, ka mikroelemente të cilët janë shumë të domosdoshme për formimin e zhvillimin e më të tjeshëm të sythit edhe ushqimin e luleve, që ka shumë rëndësi për frydhënie stabile. Përmban në veti bakër, e cila e mbron edhe prej ka rol edhe baktericid, në vërtetë ka rol mirë thash edhe baktericid, por është fungicid, a një farë mënyrë është edhe si ushqyes për shkak se
elementi i bakrit është edhe ai si një element ushqyes mjaft i rëndësishëm. Por mbi të gjitha, ky preparat përmban vaj mineral, i cili ka efektin edhe të ovicidit, edhe akaricidit, edhe insekticidit, për shkak se përmban në veti 95% parafin, e cila ndikon dukshëm në luftimin e fazave të zhvillimit të insektit, duke filluar prej fazave dimruse, të cilat e dimrojnë në kuror, duke filluar prej nimfës, prej vezëve, insektit të rritur e kështu me radhë. Prandaj një preparat i tillë është jashtëzakonisht i mirë, është i preferueshëm edhe është jashtëzakonisht shumë më pak i kushtueshëm se sa preparat të tjera. Nëse dojmë me mërije efikasitet edhe më të madh, atëherë mund të shkojmë me kombinimin Neoram, është një preparat shumë i mirë, është i njohur për fermerët, është në bazë të bakrit, ka formën VG, është shumë i tërshëm në ujë dhe ka një spektër shumë të gjerë të veprimit, e cila kombinohet me vaj mineral, edhe me kombinimin e këtyre dy preparate fitohet një përzierje e cila është shumë efikas edhe shumë i lirë i kushtueshëm për me luftuar komplet edhe ato që përmendëm më lart dëmtuesit, por edhe smundjet, duke falendëruar prezencës së Neoramit, e lufton smundjet bakterioze që janë shumë rëndësi, sidomos e parandalon ervinin, që është një smundje jashtëzakonisht e rrezikshme, sidomos te dardha, por në kohën e fundit ka filluar më paraqitet edhe te molla, por edhe te kultura tjera, pengimin, domethënë ndikon në zvoglimin e intensitetit paraqitjes smundjes te kroma, te hiri, te gjithë birimi i bërthamoreve e kështu me radhë. Domethënë, një përzierje e tillë, po them më një herë, është jashtëzakonisht e mirë edhe ju kisha preferuar të gjithë fermerëve të cilët mirën me pemtari, por edhe me vreshtari, sepse njëjta situatë vlen edhe për vreshtari, që të shkohet me këto kombinime. Kemi format paketimit për të gjitha fermerët, kemi paketime prej 20 grame Neoramin, kemi biopraktetin 200 gram, 1 litrësh edhe 5 litrësh për fermerët të mëdhenj, gjithashtu edhe Neorami 100 gramsh edhe 1 kilogram. Për shembull, për fermerët që kanë sipërfaqe të vogla, mund shkohet kombinimi 1 Neoram 20 gram edhe 1 Bioprotect 200 gram, krijohet një komponent jashtëzakonisht e përshtatshme për ata të cilët kanë në kopshin e tyre një numër më të vogël të pemëve. Ndërsa për fermerët të cilët kanë një sipërfaqe diçka pak më të madhe, atëherë mund shkohet 1 litër Bioprotect me 100 gram Neoram, gjithashtu fitohet e njëjta përbërje që e ka efektin e njëjtë dhe paketimet më të mëdha, për shembull gjys kilogrami me 5 litra Bioprotect për fermerët të cilët kanë sipërfaqe sikur që kemi ne dhe shumë fermerë tjerë të cilët kanë mbi 5 edhe 10 hektar. Kjo është sa përket stërpikjes dimrore, që ne si fermer, po konsideroj veten fermer sepse kemi edhe ne pemishtin ton, duhet gjithsesi të aplikojmë në mënyrë që me pas rezultate në vegetacionin i cili vjen në këtë vit. A duhet përzihet me ujë? Po, gjithsesi, kjo është e parapamë në bazë të udhëzimit. Kjo faktikisht në Bioprotecti shkon në 50 litra ujë për 1 litër në Bioprotect dhe 100 gram Neoram përzimje, kurse në bazë sajna mund shkohet edhe në proporcione tjera, mirë po më në detale, ne i kemi udhëzimet në gjuhën shqipe, kemi flajerat në gjuhën shqipe, kemi edhe stafin i cili në çdo moment janë të gatshëm që të informojnë fermerët sa më mirë që të bëhet përdorimi adekuat edhe në mënyrë profesionale. Natyrisht që spërkatja ka specifikat zbatuese. Në këtë prizëm ekspertët e Agrounionit janë për herë të gatshëm për shpjegime e këshillime. Përpos që jemi përcaktuar në preparate, është shumë rëndësishme ditë edhe fazën, gjithsesi kohën se kur duhet të trajtohet.
nuk duhet të shkohet trajtimi në temperaturat e ulta, mirë po duhet shkohet në temperatura mbi 5 gradë, por më së miri është 10 gradë. Prandaj fermerët të cilët kanë sipërfaqe të vogla duhet me prit derisa sythat të fryhen, ne i çojmë derisa të vinë faza e vezhve të mijut, në mënyrë që në çatë fazë veç të gjithë dëmtuesit, të cilët kanë dimëruar në për pjesët e kurorës, ato veç e lëshojnë vendimrimin, edhe atëherë është efekti shumë më i madh, sepse ato veç lëvizin në për pjesët e kurorës, edhe në momentin e stërpikjes efekti është shumë më i madh. Nuk bën të stërpikët nër 5 gradë Celsius, sepse efekti është shumë më i vogël. Sa më vonë me lanë, domethënë faza e vezhve të mijut është faza më ideale, edhe kur temperatura është 10 gradë ose edhe më tepër, është efekti shumë më i madh. Afati optimal? Afati optimal është kryesisht nuk mund të lidhem me data, sepse varet edhe prej renditjes kushteve klimatike. Tash jemi në 7 mars, mirë po sipas kohës siç është duke tash prezent, me siguri deri në fund marsit nuk isha preferuar me shku me stërpikje, sepse janë temperaturat shumë të ulta, edhe derisa të fillojnë të ngriten temperaturat, fillon edhe vegetacioni dhe lëvizja langjeve të pemët, atëherë kishte me qenë koha më ideale. Mirë po, për të gjitha këto, mos të heziton asnjë fermer, sepse ne mujmë mi tregu tamam kohën ideale kur mund të bëhen stërpikje, për shkak se ne jemi vazhdimisht në rrjedhë me fermerët, jemi edhe në Facebook, kemi edhe flajerat, agronomët janë vazhdimisht në terren, bashkëpunojmë me të gjitha barnatorët bujqësore, këtë produkte kanë edhe barnatorët bujqësore, prandaj janë të njohur me mënyrën dhe natyrën e punës tonë. Faleminderit. Përpos stërpikjes dimrore, thamë edhe më herët se të na, sidomos në pranverën e hershme, kemi raste që në paraqiten temperaturat e ulta, që sikur që ishte viti 2016, për regionin e Lipjanit, kur ne kemi përmishtën, ka qenë, them, një vit katastrofal, për shkak se janë paraqitur temperaturat e ulta në atë kohë kur nuk është dashur, domethënë bashkë në fazën kur është formuar fruti. Prandaj si mas preventive, ju kisha preferu fermerëve të cilët kanë pemishte, por edhe hardhi, kjo vlen edhe për manafera, edhe mjedër, që të marrin masa preventive për mbrojtjen, gjithsesi për amortizimin e temperaturave të ulta në momentin kur paraqiten sidomos në fazën e formimit lulës, për shkak se formimi lulës është faza më e ndihshme në temperaturat të ulta, edhe gjithsesi edhe formimi i frutit. Prandaj në kuadër programit tonë të mbrojtjes e kemi edhe një preparat Ecofrez, është një preparat jashtëzakonisht i mirë, ne që e kemi në treg mbi 4 vite, është të tregu rezultate jashtëzakonisht të mira. Unë për vete kom përdorur në pemishtën time dhe kom pas relativisht sukses, po them relativisht për shkak se nuk kom mundur me stërpik me kohë, pak edhe unë kom anashkalu, mirë po për mes më ndodh përsëritjet të cilët i kemi pas në viteve kalume, ju kisha preferuar që fermerët me kohë të sigurojnë këtë preparat, edhe në momentin e paraqitjes lulës, ose në momentin kur fermerët e përcjellin se nata është e qetë, e kthjellët, atëherë duhet të dinë se në mëngjes do të paraqiten ngricat, atëherë duhet të shkohet me stërpikje. Edhe këtë preferohet 3 deri në 4 ditë stërpikje para se me u paraqit temperaturat e ulta. Faza kur duhet me stërpik, mas herti është kur fillojnë me dalë gjethet, dhe gjethet e ka një sipërfaqe 3 deri 4 cm katror sipërfaqe, edhe ma vonë pastaj në çfarëdo kohe që ne e vlerësojmë që paraqiten temperaturat e ulta, duhet 3 deri 4 ditë më herët me përdor, afati që ky preparat e mbron është 13 deri 15 ditë. Domethënë me përdorimin e këtij preparati 13 deri 15 ditë konsiderohet që pemët janë të mbrojtura prej temperaturave të ulta. Është një preparat që ja vlen përdoret,
sepse gjithsesi te ne gati se çdo vit po paraqiten temperaturat e ulta, temperaturat e vonshme të ulta, të cilët janë shumë të dëmshme, nganjëherë edhe sjellin pasoja jashtëzakonisht të mëdha që pemtarët të cilët kanë investuar shumë mund të kenë dame që janë shumë të mëdha edhe sjellin pasoja në afarizmin e asaj familje ose asaj kompanie. Edhe këtë preparat ne e kemi në kompaninë tonë. Shumica e fermerëve që ata të cilët e kanë përdorur që e dinë efektin, prandaj kisha preferuar që gjithsesi edhe këtë ta përdorin sepse është një ndër masat themelore, sepse nëse neve na dështon lulja, na dështojnë frutet, atëherë faktikisht nuk kemi çka të presmi tër vitin. Si fond, në emër të gjithë kësaj që si rrubullaksim i kësaj që potencuam, deri më tani lidhur me stërpikjen ndërmërore, edhe mbrojtjen e pemishtës edhe hardhisë, manaferës, mjedrës, po kjo vlen edhe për perimet që prodhojnë fidane, mund përdoret ekofrizi. Kisha përmbledh se edhe kisha apelu që farmerët të cilët janë përcaktuar të mirën me një prodhimtari. Për shembull, rast konkret jemi të bisedu për hortikulturë, për pemtari, për vreshtari, farmerët të cilët dojnë me pas rezultate të mira dhe stabile, duhet mjë përmbajt teknologjisë që e kërkon ajo kulturë. Se për shembull të marrim një figurative, nëse ne dojmë me bën një bukë të mirë dhe cilësore, duhet të gjitha masat me marrë mënyrë që bopjeksi me bë bukën cilësore. Një element ja mungon, ai nuk e prodhon bukën cilësore. E njëjta situatë është edhe në pemishte. Nëse ne dojmë me pas një mollë cilësore, do të patjetër që mjë përmbajt masave agroteknike, konkretisht teknologjisë që e kërkon pema, molla në këtë rast, në mënyrë që mos të anashkalohet asnjë stërpikje, mos të anashkalohet ushqimi të mirën sipas masave që janë të parapamin në programin e mbrojtjes pemishtës dhe të ushqyrit, atëherë nuk do të mungojnë suksesi, edhe nëse ne i aplikojmë gjitha këto teknologjit, atëherë prodhimtaria dhe kualiteti do të jetë i mirë, edhe nuk do të kemi problem në plasman si në tregun vendor, ashtu edhe ndërkombëtar. Duhet ta konsiderojmë një gjë se aplikimi i teknologjisë të një kulture bujqësore nuk duhet me konsideru si shpenzim, por ajo është investim. Nëse ne përcaktohemi për një kulturë, duhet të gjitha, po përsërisë të gjitha masat agroteknike dhe pomoteknike, ose me një fjalë, tërë teknologjinë që duhet me apliku për atë kulturë, duhet me përfill deri në përfundim, në mënyrë maksimale, por normal në konsultim me agronomët. Pastaj për shkak se ne nëse dojmë me pas një prodhimtari intenzive, gjithsesi duhet të konsultohemi me agronomët, edhe besoj që çdo banatore që ekziston në Kosovë ka agronom, agronomët janë ata të cilët e orientojnë farmerin. Konsulta me agronom gjithmonë është e mirëseardhur, sepse nëse konsultohesh me agronomin që e njeh profesionin, ai gjithmonë ja preferon metodën shumë më përshtatshme, më racionale, edhe fermeri jam i sigurt që do të kalojnë shumë më lirë se sa kur shkon në format e të ndëgjuarit ose të preferuarit dikujt anëve, por gjithsesi do të konsultohen me agronomin për shkak se për më mrri një prodhimtari e lartë duhet patjetër të aplikohen metodat moderne, metodat të cilët kërkojnë një prodhimtari rekorde intenzive edhe me një kualitet të lartë. Ju folt fjalë, por edhe ftut pemtarët, vreshtarët, prodhuesit bujqësor që të konsultohen, që të dëgjojnë fjalët e ekspertëve, preferimet e tyre. Natyrisht që keni një gamë, keni një numër të konsiderueshëm të ekspertëve të lamive të ndryshme. Angazhimi i tyre në këtë kohë, a ka nisur të marrë vrull? Po, stafi jonë profesional, i cili është i përbërë prej 4 agronomëve, 3 agronomë janë non-stop në terren, ndërsa një është në banatore bujqësore. Shfrytëzoj rastin që ti falenderoj për bashkëpunimin që kemi me agronomët. Në radhë parë Nexhat Maxhuni është
e ka masterin mbrojtje të binjve, kushtrim Kastriot Shala gjithashtu e ka mbrojtjen e binjve, edhe ky ka kry master mbrojtje të binjve. Behar Mjeku edhe ky është agronom, edhe ky është mjaft i përgatitur në aspektin e mbrojtjes binjve. Komplet stafi jon, edhe agronomi që është në banatore Tafil Blakiqi, edhe ai gjithsesi komplet stafi i jonë është i përgatitur me punë profesionale. Në radhë parë se ne vetë si kompani kemi ekonominë tonë, kanë përvojë në radhë parë në pemishtet tona, në tokat tona, edhe janë vazhdimisht në teren, të gjithë i kanë ndarë me terenet, për shembull në Gjatje ka regionin e Dugaxhinit dhe Ushtrisë, Kastrioti ka Prizrenin, Piranin, Suarekën, edhe Behari ka regionin e Rafshit Kosovës edhe Ana-Maraus. Në tërësi, ne me stafin tonë kemi të mbuluar komplet të terenin e Kosovës, edhe jemi vazhdimisht në kontakt me fermert, edhe drejt për drejt me fermert, edhe me mjetet përcjellëse të cilat i kemi. Bazën e kemi në Slatin, shumica besoj që të gjithë fermerët edhe banatorët bujqësore njohin këtë kompani, kështu që ne vazhdimisht bashkëpunojmë edhe deri më tani kemi rritë rezultatin edhe jemi në rrugë të mbarë që të ecim edhe na si të tjerët me një prodhimtari intenzive, një që edhe na ti plotësojmë standardet. Ditët në vijim, ekspertet bujqësor të Agrounionit do t'i praktikojnë vizitat e çdoditshme për këshilla në pikat të shtimit të rendimenteve në pemishte, vreshta, grunaja e perimishte. Uritë e madhe për të mësuar nga këshillat e ekspertëve për zbatim të masave agroteknike kanë shfaqur pemtarë të shumë kultivues të mjedis nga fshatat e rajonit të Llapit. Seminari dyditor është organizuar nga Agro-USAID dhe Kuvendi Komunal i Podujevës. Zotë kryetar, me rastin e përfundimit të NOA-USAID para 2 vite, 3 vite, ke pas një ambicje që paksa ka qenë utopi për atë kohë, që komuna e Podujevës deri në 2020 t'i ketë 500 hektarë. Ky objektiv është arritur, tash është viti 2017. Ka shenja që jënë edhe mbi 500 hektarë. Por shumë kënë ka qenë e pabesueshme ajo ideja jone përbashkët me USAID-in që të hymë në këtë produkt, në frutat e imta, konkretisht në mjeder. Ka qenë e pabesueshme, po janë të i kalu parashikimet, me ju thonë drejten edhe të mijat, edhe të shumë tjerve, edhe komuna e Podujevës sot, muj me thonë lirisht, është lidere përsa i takon edhe hapësirës së mbjellur me mjeder, edhe rendimentit, edhe këtij produktin përgjithësi, edhe e kem ndërmen me vazhdu edhe matutje. Në fund të vitit 2016, ne mund të themi lirisht, i kem dikon afër 700 hektar, me tendencë që këto sipërfaqe edhe të rriten. Kërkesa ka mjaft, edhe ne si komunë po bojmë përpjekje që me mundësit bugjetore fermerët tanë të i përkrahim përsa i takon kësaj kulture. Edhe pam një numër impozant atje në sallën e Kuvendit Komunal të produsëve të mjedis që ishin ardhur të ndjekin referimet, preferimet, këshillat e ekspertëve të Agro-USAID-it, tash është programi i ri i USAID-it në këtë fund. Kjo do të thotë që ka ende që kërkojnë ndihmën e Kuvendit Komunal. Po është një fat i mirë që fermerët tanë prej fillimit kanë qenë të interesuar përsa i takon kësaj lamie, edhe i kanë njek me shumë kujdes, me shumë disiplinë edhe gjitha trajnimet edhe udhëzimet që janë dhënë prej USAID-it edhe prej ekspertëve të ndryshëm të kësaj lamie. Kjo tradit tashmë është boveç tradit, me që po themi kjo tradit, po vazhdon edhe çdo trajnim që organizohet këtu ka interesim të jashtëzakonshëm prej tyre. Tash është një numër i madh, ne kemi nxjerrë edhe numrin sepse bashkë me USAID-in fund vitit kaluar kemi bërë edhe një marrëveshje për certifikim të gjithë fermerëve llapian që merren me kultivimin e mjedrës me certifikatën e Global Gapit, edhe na ka dalë një numër pravarësisht dikon 600 i tyre. Ne këtë vit planifikojmë të fillojmë
me trajnimet e nevojshme në mënyrë që këta gjatë vitit të pajisen me këtë certifikat, mjetet që jemi marrë vesh të komunës, unë i kam para pa, i kam të pozicionuara në buxhet, edhe shumë tjera janë të përcaktuara se ka do të mirën, edhe gjatë këtij viti ne do t'i kem gjithë fermerët e kësaj kulture të certifikuar, edhe kjo certifikat ju mundëson atyre që të dalin në tregun evropian. Temë dominante e këtij seminari ishte zbatimi i standardeve për Global Gap, por të rëndësishme ishin edhe temat tjera. Cila është tema e referimit juaj? Tema e referimit të takimit të sotshëm është implementimi i Global Gapit, gjithsesi trajnim për implementimin e Global Gapit tek prodhuesit e mjetrës. Në Podujev që nënkupton 523 farmer të listuar. Duhet disa kritere të zbatohen. Po, duhet të plotësohen të gjitha kriteret të cilat i kërkon standardi i sigurisë së ushqimit, bazuar në checklistën, versionin më të ri, për zbatimin e tyre në praktik dhe prodhimin sipas praktikave të mira prodhuesi. Ai përmendim disa pyetje. Po kërkesat kryesore që janë të rëndësishme në këtë proces kanë të bëjnë me përdorimin e sigurt të pesticideve, higjienën në fermë, higjienën gjatë procesit të vjeljes, pas vjeljes e kështu me radhë. Gjitha këto reflektojnë në cilësinë e mjetrës. Gjitha këto ndikojnë në cilësinë, por esenciale vetë standardi i sigurisë së ushqimit Global Gap është standardi i sigurisë së ushqimit, që për fokus ka sigurinë e ushqimit, që nënkupton se prodhimi i certifikuar me këtë standard është i sigurt për konsumatorin në aspektin e shëndetësisë. Pse pas komuna e Podujevës? Për arsye se komuna e Podujevës njihet si komunë e prodhuesve të mjetrës, prodhimi i cili është duke u eksportuar në tregun e jashtëm, që është në këtë rast edhe standardi Global Gap është kërkesë e tregut të jashtëm. Andaj edhe komuna e Podujevës ka shprehur gatishmërinë për implementimin e këtij standardi tek të gjithë prodhuesit e vet. Njëkohësisht ne kemi pasur edhe gatishmërinë dhe mbështetjen e komunës së Podujevës në plotësimin e disa kërkesave që kanë të bëjnë me infrastrukturën e fermës këtu më radh. Përveç trajnimeve do të jeni edhe më thelbësisht të inkuadruar në terren. Në parim vetë implementimi kërkon angazhim të vazhdueshëm permanent në terren. Për këtë punë me që numri i farmerëve të involvuar në këtë proces është mjaft i madh. Ne kemi angazhuar disa agronom të rinj, 10 prej tyre të cilët janë të angazhuar në terren, dhe secili është përgjegjës për një grumbull të farmerëve për të transferuar tek ata të gjitha kërkesat e këtij standardi dhe për të ndihmuar farmerëve për ta implementuar këtë standard. Sa praktikohet përdorimi i pesticideve në kultivimin e mjetrës? Në takimin e sotëm jemi duke i përmendur praktikat e mira bujqësore dhe përdorimin e sigurt të pesticideve që fermerët në rast se e përdorin ndonjë pesticid të dinë se cilat janë praktikat më të mira dhe si ata mund ta mbrojnë veten, mund ta mbrojnë mjedisin dhe ta mbrojnë mjetrën apo cilin do frut apo perim që kultivojnë. Do të thotë këshillat që po jepen sot kanë të bëjnë me mënyrën e përdorimit të pesticideve, sa i përket mbrojtjes së vet fermerit, mbrojtjes së mjetrës edhe mbrojtjes së mjedisit. I kuptojnë, kanë kuptuar preferimet e juja, këshillat e juja dhe të kolegëve? Disa fermerë konsiderojmë se pak a shumë i kanë të njohura disa gjëra themelore, mirë po të rejat të cilat sot janë në trendet, do të thotë cilat lloje të pesticideve sot në Evropë po konsiderohen si më të dëmshme, për shembull rastin e bileteve, të cilat pesticide po mendohet se do të tërhiqen nga lista e produkteve të lejuara. Do të thotë disa gjëra të reja për të cilat do të thotë fermerët kanë rastin me një Tash po vjen pranvera, tash po vjen edhe buxhetimi. A duhet tash ndonjë praktikë mbrojtëse qysh ditët e para të pranverës? Ne gjithmonë
gjithmonë i rekomandojmë, do thotë këshillat janë që fermeri të përdor pesticidin vetëm atëherë kur është i domosdoshme. Do thotë vetëm atëherë kur është bërë sinjalizimi se në fushë ka ndonjë rrezik për ndonjë sëmundje apo dëmtues. Ju jeni një prej 10 studentëve të angazhuar në teren, sikur thare Shoti. Jeni student përvoja. Unë tash jam studente e masterit në Fakultetin e Bujqësisë. Kam pas fatin me punu edhe vitin e kaluar me 3 grupe, një në Reçan, një kam pas në Podojev dhe një tjetër ka qenë në Rauvec. Puna praktike për asaj që mësojnë në fakultet lidhet, nuk është që nuk lidhet totalisht, për shkak se bujqësia është kudo e njëjtë në botë, si në Kosovë, si edhe jashtë vendit. Mirë po, këtu tash kemi një grup shumë të madh fermerëve të cilët na nuk kemi edhe aq përvojë si studenta, për shkak se kemi qenë dikon rreth 50 studenta që kemi punuar në përfirmë fakultetit, kemi marrë praktika. Është një përvojë mjaft e mirë, unë jam një prej 12 studentave tash që agronom 3 që na angazhuan në këtë projekt agro. Mirë po, 11 të tjerë janë në teren, ndërsa ne menaxhojmë me ta. Ata njëkohësisht edhe na ndihmojnë në teren, por edhe mësojnë nga ky standard. Një vit e gjysmë punoni këtu? Një vit. Një vit? Një vit. A do të vazhdoni? Po, do të vazhdoj. Dhe me pastaj punësimin? Pastaj punësimin, tash gati një vit për bëj si praktikante në këtë standard. Mirë po, kjo është edhe ka ndihmu shumë mirë edhe për ndërmjetësim me tregun e punës, po gjithmonë të asistu dhe nga këshillat e stafit e agros. Edhe një pyetje për teren. Po. Ka vrejtje, ka kritika që të rritë po e pishnojnë bujqësinë, si ndoni mendimin ju? Edhe një Qëndron, a janë të vullnetshëm të rritë e Kosovës me punu bujqësinë apo jo? Po janë të vullnetshëm, edhe pse shiqim por nuk duket ashtu, mirë po kanë vullnet, janë të aftë dhe nuk dyshojnë atë punë as pak. Sa si përfaqe kemi mjetë? Kena mjell në gjysë hektari vjetë, Usaidi kom konkurua për 5 hektarë ministrinë vjetë bujqësisën Prishtinë atje, e këqyri si vjetë edhe 3 hektarë me i mjell, kësmet për rritjen e mjedrës. Në gjysë cili varietet? Pullka. Fidonet ku i ki marë? Fidonet i kena marë, privat i kena marë, veç fidonet që jenë konë, që jenë shpërndon komunën tonë para 3 vjetë, jenë orë për Anglije, jenë konë paketua me të mira, jenë konë edhe me etiketat gjithë la u konë, ishin konë kvaliteti maj mirë që aja. Se tash edhe... Se ke vrejtje tash në këtë fidonin e ri? Kemi vrejtje se nuk po dihet ka po vinë, se asë një nuk jenë me etiketa, veç po këqyrëm me zhvillu pej që të metra. Unë e ma qef kom i marë pipin e pëllkës, si që ata shokë që i kanë marë para 3 vjetë, me marë pipin e qatina, se po epë rezultate shumë atë mira se në këtu. Këtu në seminar që ka pëmësën? Këtu në seminar, këtu i kem digju edhe vjetë, këtu... Ligjeratat e të mirë se ardhën? Jënë shumë mira këtu ligjeratat, tu ne i përqellë edhe misionet e në televizor edhe ju ku merë një pjesë në përkrejt Kosovën, se më pilqenë këtu jënë shumë mira, sepse nuk i din gjithkush këtu që duhet me qysh me plenu, qysh me ujit, qysh me mbrojt pej të gjitha këtu i mësoj. Bile unë i rast për shembull një kushëria me për blet, e kish stërpik një pëmë në bërë, edhe gjitha bleti i dishin në tokë. Unë me herë këmë reago, këmë thonë më lelë shumë ujtë me do atë pëmën, edhe ja këmë stu bletë, se e di që është edhe helmi, edhe këtu. Edhe 3 hektarë tash? 3 hektarë menoj me Ministrë Bujqësia edhe në më rëfëzohtaja me mjetet mija, edhe se ju minator i 39-ës jam i grevës. Do t'i qasësh? Sot do t'i qasëm kësona, bile edhe djallë jemë u padlin me njerë minator, e i gjithë minator, se u dita me më dhe sot 28 vjetë jem konë grevën Kishnic me minator të Trepsës, e jem edhe minator, po. Minatori ka bu 28 vjetë, po, edhe tash pa merëm me bujqësia, kemë venin e mirë, gjindëm 6 kilometra këtu. A ma mirë minjerë anë bujqësi? Edhe në minjerë, edhe në bujqësi o mirë, kush punon me punue, 2 atë janë, mirë që orna edhe dhonë rezultate, edhe i duhet me koni kënaqe njëri me këtu bujqësisë.
Ju falemderit edhe ju uroj suksese, inshallah me të mira, gjithë veshkojmë përpara me bujësie me të gjitha. Komuna Podujevës edhe këtë vit do t'i ndihmojë kultivuesit e mjedrës. Në anën tjetër, disa pemëtar kanë shfaqur brenga për shfaqjet e dukurive që dëmtojnë furnizimin me fidane që vijnë rrugëve të dyshimta të tregtisë nga veriu i Kosovës.